Andaj e tregon Allahu Dhu Gjelal një bisedë që e bën me xhehenemlit, dhe tregon Allahu Dhu Gjelal i thot ma salakakum fi saqar, cila është arsyeja që ju keni ardhur në këtë xhehenemin saqar. Përgjigje e xhehenemlive ka me qenë lem nekun minel musallin, nuk ishim për atyre që e falshin namazin. Ore njerëz, o ti i ri, ti që vrapon pas famës, pozitës, titulli shkencor, ti që mundohesh me mbledh pasuri dhe autoritet dhe ndikim, këto janë qëllime legjitime, nuk kanë problem, ama jo në llogaritë të namazit. Sa djem i kemi pas në për xhamijat tona, momentin që e mur një pozit në shtet e la namazin. Sa njerëz i kena pas fukara në xhamijat tona, ja qeli Allahu rizkun e u bo zengin e la namazin. Sa njerëz ishin të panjofshëm lagjet tona, u bo i famshëm për një gjan e la namazin. Sa njerëz ishin të smund e të lisht, e faqin namazin regullisht, u shërun e u bon të fort e la namazin. A kështu adhurohet Allahu? A kështu na duhet me pas raportin me Allahun? A mendojmë na se mund me mashtru Allahun? A mendojmë na se kështu me këtë hile ka mundësi me ecë për para? Jo valla, pasha Allahun jo.